kanë sot kapacitetet për një luftë dhe janë të përgatitura për luftë. Vetëm 2 vende kanë, është Rusia dhe Ukraina. Asnjë vend tjetër i botës nuk është në nivelin ushtarak të këtyre 2 forcave ushtarake. Të gjithë të tjerët qëndrojnë shumë poshtë dhe Evropa nuk mundet dhe nuk ka asnjë kapacitet të hyrë në një luftë me këtë vend. Është e pamundur nga ana ushtarake, pra i duhet shumë vite, të paktën 10-15 vite që të rrisi kapacitetet e saj materiale dhe të ndryshojë doktrinat e saj. S'ka asnjë ndryshim doktrine. Profesor, veç pak një ndryshim e vogël. Du të bëjmë dallimin mes konceptit të luftës mundëse dhe konceptit të vetëmbrojtjes, respektivisht ndalimit të Rusisë për të qenë faktor ekspansionues në dëm të Evropës. Tashmë është shumë e qartë, Evropa në spaku e ka të qartë se Rusia nuk mund të ndalet vetëm përmes gjuhës së diplomacisë dhe veprimit në fushën e tregtisë, siç bënin gjermanët e kohës së Merkelit, handeln dur çka është ajo parola e tyre, veprim përmes tregtisë, handeln dur handeln. Pra, thjesht po kalohet në fazën e ndryshimit të konceptit strategjik mbrojtës. Dhe në këtë plan, sigurisht që investimet marramense që janë bërë këto 4 vjet e fundit, por sidomos këto të paralajmëruara tashmë edhe nga koalicioni qeverisë që po përgatitet në Gjermani, flasin se kemi të bëjmë me një impenjim të fuqishëm në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë së Evropës për të ndaluar ekspansionin e Rusisë, jo për ta mundur Rusinë. Askush në perëndim nuk ka strategji për të marshuar drejt Moskës, siç pretendon Putini duke interpretuar deklaratën e Macronit dhe duke krahasuar Macronin, duke ja kujtuar Macronit. Po as nga Rusia nuk ka një deklaratë që Rusia do ta pushtojë Evropën. Pra s'ka pasur ndonjëherë një gjë të tillë. Jo, vetëm se ka deklarata të tilla që flasin se ata do të vazhdojnë ekspansionin në emër të ruajtjes së pakicave ruse në vende të ndryshme, siç është rasti për shembull në Moldavi, siç është përpjekja për ta shndruar Ukrainën në një shtet gjugj, respektivisht të dështuar, sepse insistohet që mos të ketë trupat sigurisë atje si parakushti elementar për arritjen e paqes, mos të ketë pretendime për angazhim as në BE, se mos të flasim për në NATO, ndërkaq për vendet që ndjehen të rrezikuar, sidomos ish shtetet e satelitet Bashkimit Sovjetik, por edhe anëtarët të Bashkimit Sovjetik, siç janë Letonia, Lituania dhe Estonia atje, pra ka një dozë frike nga ky ekspansion. Dhe ky ekspansion rus mund të ndalet vetëm me riarmatim të fuqishëm të karakterit mbrojtës natyrisht. Këtu bëhet fjalë për armatim mbrojtës. Po jo, kjo doza që po thoni, doza e frikës, kjo vjen për shkak të provokimeve. Pra, duhet kemi gjë parasysh, në rast se ti provokon popullsinë etnike të atij tjetrit, automatikisht ai do ta mbrojë atë. Ajo është diçka normale. Këtë e përcakton edhe Neni 51 i OKB-s. Pra, për sa kohë Letonia, Estonia dhe ai vendi tjetër, 3 vendet balltike, vazhdojnë u heqin të drejta të rusëve që tonë atje, pra ju kanë hequr të drejtën e gjuhës. Nesër u heqin të drejtë tjetër. Gjithçka, automatikisht ai tjetri është detyruar të mbrojë popullsinë e vet. Pra në rast se Evropa do ndali, në rast se Evropa do respektojë demokracinë, atë të cilën pretendon se respekton, pra që është vend demokratik, por që ka kohë që ka kaluar në diktaturë, pa diktator, atëherë gjithçka do shkojë. Për sa kohë ti cënon të drejtat kombëtare të çdo kujt tjetër, automatikisht to drejtat kombëtare në rast se nuk i mbron dot vet ai që është aty, do të ketë ndihmën e shtetit tam. E njëjta gjë. E njëjta logjikë që ndodhi edhe me Kosovën. Pra për sa kohë Serbia i hoqi të gjitha të drejtat kombëtare shqiptarëve në Kosovë dhe vendosi edhe ti përzinte, automatikisht Shqipëria dështoi të bënte krahasim që çalon. Jo, më nuk çalon as pak ky krahasim. Atë që dështoi Shqipëria ta bënte dhe nuk e bëri. Atë që dështoi Shqipëria ta bënte dhe nuk e bëri për mbrojtjen e interesave të popullit të saj në Kosovë dhe të vazhdoi ta bëjë edhe për popullin e për interesat e popullit të saj në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovsk, ku po vazhdon të përzihen pa pastrim etnik dhe nuk e thot asnjë fjalë. Rusia e bëri për njerëzit e vet, për popullin e vet. Pse çalon ky krahasim?
nuk kemi të bëjmë me popullsi autoktone ruse as në Estoni, as në Letoni, as në Finland. Kemi të bëjmë me kolon të vendosur gjatë epokave të ndryshme të pushtimit të këtyre zonave. Dhe po tash këtyre kolon këta duhet i përzëm. Ndërkaq çfarë do përpjekje për të tërheq paralele të kësaj natyre në emër të drejtës së intervenimit për të mbrojtur minoritetet, e sidomos krahasimi me shqiptarët qoftë në Preshev, me Doke, Bujanoce, në Sanxhak, i jep një të drejtë ekspansionit madje edhe Serbisë. Sepse ky është gabimi. Ku do ta bëjë Serbia këtë ekspansion? Ku i ka këta? Urdhro? Ku do ta bëjë Serbia këtë ekspansion? Serbia tërë shtetin e ka ndërtuar në kuadër të ekspansionit mbi tokat shqiptare. Po, gjitha kështu kanë funksionuar gjitha perandorit në atë kohë dhe mbretërit. Kjo nuk është çështje e madhe. Sot jemi në këtë realitet. Jemi në këtë realitet, por nuk duhet të japim karta Serbisë për të luajtur me të njëjtën kartë që po luan Rusia. Po edhe ne duhet lozim me të njëjtën kartë. Do të thënë neve duhet të mohojmë të drejtat e shqiptarëve që jetojnë atje për shkak se mund të përfitojë Serbia. Po çdo kush mund të përfitojë. Ne nuk nisem me gaspet, të heqim dorë nga gjithçka se mund ta shoh, se kjo i bie që mos dalim nga shtëpia se mund na shtypi makina. Po nuk është kjo logjik. Nuk flitet për heqje dorë, përkundrazi. Po dorë po heqim, më thoni një moment që e kemi mbrojtur. Më thoni një moment që shteti am ka mbrojtur interesat e shqiptarëve, qoftë Kosovë, qoftë në Preshevë, Veç dhe Bujanovc. Një moment të vetëm që e ka bërë në këto 30 vite. E kisha për ta diskutuar këtë profesor, po e kam pastaj po një pyetje. Po diskutohet, presidenti Trump po diskuton tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania. Të paktën po qarkullon si zë, se nuk është se është marrë vendim, por ndërkohë kemi Elon Muskun që flet për NATO-n dhe për faktin që ne nuk kemi pse të paguajmë për të mbrojtur Europën. Si e shikon këtë raportin e Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani që është rikthyer presidenti Trump? Tashmë vetëm 16% por afërsisht e evropianëve besojnë në një aleancë transatlantike. 16? Vetëm 16% në anketat e zhvilluara këto ditët e fundit në Gjermani, në Francë dhe më pak madje etj. Kjo flet shumë për faktin se në ç'deregje të shprehje me atë çka e tha Dritani më herët, e ka sjellur rikthimi i Trumpit aleancën transatlantike. De facto atë që nuk ja kishte arritur ta bënte Miloševiqi përmes qëndresës pothuajse pazakont, pa imagjinueshme, 78 ditë kishte duruar bombardimin e trupave të tij nga ana e aleancës në vitin nga 24 marsi i vitit 1999 deri më 9 qershor të atij viti. Këtë tashmë Putini arriti përmes luftës në Ukrainë, bëjqarjen më të thellë mes në raporte transatlantike të kultivuara më se 70 vjet, dhe tash të diskutohet edhe mundësia e tërheqjes së trupave amerikane nga sektorët veçantë të sigurisë në nivel evropian. Po, unë e publikova në faqen e institutit që drejtoj edhe informacionet kësaj natyre se bëhet fjalë për mundësinë e tërheqjes komplet të trupave amerikane dhe nga Gjermania dhe dislokimin e tyre në Hungari dhe investime kapitale në Hungari etj. Megjithatë, zërat të arsyeshëm brenda qeverisë amerikane flasin se kemi të bëjmë me tërheqjen vetëm të 20% të këtyre trupave, gjithmonë duke u bazuar në strategjinë e tyre të karakterit neoliberal, transaksional, më jep të jap, dhe jo bazuar në vlera, respektisht në interesat përbashkëta e tjerë. Pra kemi të bëjmë me një thyrje të kursit tradicional të këtyre marrëdhënieve dhe rikthim të plot të interesave gjeopolitike. Mundësi reale që të kemi trandje edhe më të thellë në këtë plan. Dritan, këtë mundësinë e tërheqjes trupave... Shiko, evropianët kanë merak këto kohët e fundit të bëjnë qimentra.
Pra, tërheqja e këtyre turave nuk ka asnjë lloj rëndësie as ushtarake, as politike, as diplomatike në marrëdhënien midis Së Bashkuar të Amerikës dhe Evropës. E para, për arsye se këto në Gjermani janë të përqendruar kryesisht trupa që i përkasin shërbimit logjistikës. Trupat luftarake që ka aktualisht Amerika në Evropë, në prezencën e saj e kanë në Hungari dhe në Rumani dhe në Bullgari. Ati janë të përqendruara dhe të vendosura. Aktualisht. Komplet pjesa tjetër është në Gjermani përket logjistike. Unë do të thosha që duhet marrë seriozisht në momentin që amerikanët thonë ne do largojmë nga Gjermania bombat bërthamore, sepse amerikanët kanë bomba bërthamore në Gjermani. Stacionuara. Disa koka. Po. Do largojmë nga Gjermania 2 komandat kryesore të NATO-s, pra kanë në 2 qytete ndryshme 2 komanda, komandën strategjike dhe komandën taktike në NATO. Do largojmë nga Hungaria komandën tjetër të aviacionit, po do largojmë nga Hollanda komandën e aviacionit të NATO-s që e komandojnë po ata, pra në rast se ata do thoshin ne do t'i largojmë të gjitha këto që përbëjnë komandimin strategjik dhe operacional të forcave të tyre në këtu, dhe do t'i zhvendosim këto në një shtet tjetër, atëherë kjo do të ishte goditje diplomatike, politike ashtu siç pretendon Evropa. Largosh 20-30.000 forca nga Gjermania, të cilat janë forca që thjesht merren me logjistikë dhe normalisht aty i kushtojnë më shumë t'i mbaj aty se t'i mbaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se nuk ke aktivitet të atill ushtarak aktualisht në Evropë, pra ti nuk ke. Aktualisht në Evropë janë 75.000 forca. Nga këto 75.000 forca vetëm 15.000 janë forca luftarake. Të gjitha të tjerat janë forca logjistike, pra për 15.000 forca luftarake ty të duhen 10.000, ja po e bëjmë të barabartë 15.000 forca. Pjesa tjetër pra janë diku rreth 60.000 forca që qëndrojnë atje, që marrin pagesa shtesë. Dhe normalisht reduktimi i këtyre forcave nuk ka të bëjë fare me politikën dhe diplomacinë amerikane në raport në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por Evropa po kërkon ta përdori këtë në këtë luftën që ka nisur, në këtë cicmicin që ka nisur me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra shikoj ta po Europa e ka nisur po thua. Po ishin shëbat që absolutisht e ka nisur Evropa. Ato të paimagjinueshme para se të vinte Trumpi. Domethënë përpjekje për le të themi Zelenski nga kryeheroi i Europës e kthyen në kryediktatorin e Europës. Zelenski s'ka qenë ndonjëherë kryehero. Pra Zelenski. Jo, prandaj them që Europa është normalisht në drejtën e vet. Europa nuk është në të drejtën e vet ta bëjë qësimin me tran aty nga gjëra, se nuk mund të bëjë qësim me tran me atë që ka kryesorin për ta thash. Edhe ai armatimi që ka caktuar 800 miliardë euro. Armatimin do ta blej nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra ti nuk mund të hysh në konflikt me dikë nga i cili varesh. E kanë vënë në pikë pyetje se do ta blejnë. Po s'kan ku e blejnë tjetër, do e blejnë nga Kina. Po. E këtu do të jetë ajo thyrja më e madhe në rast se po s'ka shans sepse ka embargo. Ka embargo Shtetet Bashkuara të Amerikës për ardhjen e materialeve kineze ushtarake në Bashkimin Evropian dhe ka një marrëveshje. Po unë po flas për investime në industrinë e armatimit. Po pra, ato investime në atë industri duan 10-15 vjet që të arrijnë të bëjnë të tilla. Pra, ne po flasim sot për nesër ta janë të varur të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të bësh një luftë të tillë, të vazhdosh një luftë të tillë, është vetvrasë. Sepse edhe ndërtimi e asaj industrie, 50% e ndërtimit të saj varet sërish nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, kemi një problem të madh. Pra i bie hajde se po gjuajmë në këmbë, po i gjuajmë këmbës me pistoletë dhe themi që jemi në rregull, si jemi në rregull. Megjithatë ka zëra të arsyeshëm në nivel evropian që kanë bërë thirrje dhe më herët që të ketë një lloj pavarësie. Ajo fryma e De Gaullit nuk është si të thush prezente vetëm në Francë. Po nuk i kanë dalur kush evropianët ama. Nuk e kanë pasur këtë ndalesë. Kanë hequr dorë dhe kanë shfrytëzuar sigurinë amerikane për mos harxuar paratë e tyre. Drejtano, unë kam jetuar vetë në një pjesë të Evropës një periudhë, atë frymën anti-amerikane kam hetuar në Rogoz atje. Dhe çuditërisht vetëm ne shqiptarët jemi populli më pro-amerikan. Po, normal. Po prandaj na vizitoi edhe Bushi, vetëm për atë. Përpara pushtimit. Ndërkohë, profesor, ka patur një takim të Zelenskit me presidentin Erdogan, ka patur një takim sfundmi të sekretarit të NATO-s Mark Rutte me Hakan Fidan. Pra, do doja dija nga ju, si e vlerësoni rolin e Turqisë në gjithë këtë, le të themi, rindarje të fuqisë apo të fuqive të reja globale. Në këtë rend të ri botëror që po
revizohet me të shpejt, që është e vërteta një rol i specifik i takon edhe Turqisë. Natyrisht përveç shteteve tjera të fuqishme të karakterit rajonal si India, Brazili etj. Po kjo po verifikohet edhe në takimet me peshë, qoftë në impenjimin e Turqisë në raport me